Iva, të përshëndes, jemi në ambientet e studios së gastronomisë, te kuzhina dhe këtu si gjithmonë më pret shef Redoni. Shef, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Antoneta, mirë se erdhe në kuzhinë. Mirë se të gjeta, me çfarë do të përshëndesim sot miq tan, me çfarë recete? Atëherë, sot është një krijimtari, le të themi, është një recetë që normale ekziston edhe mund ta gjejmë në çdo restorant. Kemi një carpaccio vici, por që do të bëjmë një dekor çfarë kemi në kuzhinë. Pra tematika është carpaccio vici, me çfarë kemi në kuzhinë? Carpaccio vici, atëherë patjetër që nuk do të mungoj rucola, djathi parmigiano, kaperi edhe tabasco, salsa pikante. Por ashtu duhet bëj edhe këto pjesët e dekorit me çfarë na ndodhet në shtëpi. Me ngjyra duhet los me ngjyrat. Ne kemi patjetër portokallin, mandarinat, kemi selinon, kemi karrotën, kemi pomodorin, kemi shumë gjëra, panxharin. Një gjë që një kombinim ngjyrash se si të kombinojmë pjatat në shije, domethënë që mos i dalim nga konteksti i pjatës, por edhe me ngjyrat se çfarë do i shkojë. Po thoja që më pëlqen shumë tema e sotshme, sepse her pas here vihemi përpara kësaj sfidës se çfarë të gatuajmë dhe jo gjithmonë kemi kohë për të bërë pazare, duhet jemi praktik dhe pikërisht receta e ditës së sotme na tregon që me prakticitet mund të realizojmë edhe receta të mira e të çishme. E dikush është gjë më vështirë, Antonet, që e hasim gjithmonë, atë për në shtëpi. Sa më shumë gjërat kemi, aq më shumë konfuz bëhemi për se çfarë do të përgatisim. Ndërsa kur ka vetëm një gjë e ke bërë në mendje që unë do bëj këtë sot edhe ndahet. Ndërsa hap frigoriferin e shikon plot, bëhesh aq shumë konfuz sa që ose edhe mund ta vendosësh, të ka shkuar mendja për mish edhe nuk di se çfarë ta gatuash. Ata bëjnë me patate, ata bëjnë furr, ata bëjnë tigan, ata bëjnë të zier, ata bëjnë gjellë. Në rregull. Unë sot duhet jap një version tjetër që mund ta konsumojmë edhe në shtëpi. Duhet kemi një gjë shumë thelbësore që kur mishi hahet i pagatuar duhet ketë kaluar një herë në ngrirje. Ne këtë mish e kemi të thuash 0 gradë, është as i ngrirë shumë, as i butë. Duhet të jetë të paktën për pjesën e carpaccios ose edhe tartarit viçit apo edhe te peshku, duhet të kalojë një herë në ngrirje. Për të ngordhur mikrobet dhe më pas për të konsumuar pa problem. Në rregull. Atëherë shef Redoni, unë propozoj që të nisim me recetën, pastaj sugjerimet e tjera ti i shtojmë gjatë bisedës. Kjo ishte thelbësore, nuk është sugjerim, kjo është e domosdoshme. Një nga kushtet kryesore, sepse normalisht pastaj bëhet problematike për shëndetin nëse nuk e përgatisim mishin siç duhet. Pra nëse nuk ishte në temperaturën siç shef Redoni tha. Do ta nisim me mishin, me prerjen? Fillim do të bëjmë pastrim. Pastrimi. Heqjen e këtyre lëkurës. Të lëkurës dhe të dhjamit. Këto që janë të forta, sepse mishi është i pagatuar edhe nuk mund të përtypen sikur është i gatuar. Dhe normalisht duhet ta pastrojmë nga të gjitha ato pjesët e forta që mishi ka, për të mbajtur vetëm tulin, pjesën më të butë. Ka një sugjerim se sa herë mund të konsumohet mishi në formë të tillë maksimumin javë ose në muaj, apo nuk ka sugjerim? Nuk është pjesë e imja që ta them fikse, por që nuk është se kam dëgjuar që të ketë një limit specifik. Atëherë, sipas doktorëve, ndoshta e mira është edhe mos ta konsumosh fare, por sepse abuzohet. Abuzohet në mënyrën e përgatitjes. Jo të gjithë i ndjekin ato hapat që duhen edhe thonë hajde se nuk ka problem. Nëse ne i ndjekim hapat sipas çdo etapi që këto receta duhen përgatitur, atëherë nuk ka pse të ketë problem. Në rregull. Prandaj e thash që duhet të kalojë se s'bën në ngrirje, duhet të ketë atë kripa, limoni, Antonet, bëjnë pjekjen e produktit. Ndoshta ne themi është krudo, jo, nëse ajo ka kaluar në limon ose në krip, ose të bëj një shembull për gjithë, kur çajemi dhe dora na kap ose në limon, aciditet ose në krip, pse na përcëllon, sepse ajo i bie që po ngort ato qelizat edhe i bie që po piqet në një farë mënyrë, jo në temperaturë, por
E kaluam shumë. Unë nuk mund të them po ose jo, se nuk jam shumë e sigurt, po që ti je shefi këtu, ke vite eksperiencë dhe miq, duhet ta keni parasysh që receta të tilla është mirë që të bëhen nga njerëz me eksperiencë. E ndërkohë që shef Redoni po kalon tani tek pjesa e prerjes, e filetimit, mendoj që është momenti të kemi dhe të ftuarin në studio apo jo? Patjetër, le të vijë dhe ta diskutojmë edhe bashkë këtë pjesën e... Që të jetë pjesë e procesit edhe nga ana tjetër gjithashtu dhe të shikoj se si do të realizohet kjo recet, pse jo. Do të ftojmë tani miq, një personalitet në media. Bëhet fjalë për drejtorin e Radio Tiranës, Genc Ymieraj këtu në studio. Mirë se vjen. Mirë se vjen, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E qia për ne. Përshëndetje, mirë se unë duhet të shumë sot se që nga ditë e ngarkuar, unë edhe bisedova dhe në shtëpi, thash gruas mos bëj drek, meqense do të jemi këtu me Redonin. Edhe është një kështu, një vakt i bollshëm ky mund të themi, shef Redoni, do na mbaj. Po, është një vakt që të mbush ditën, themi nga vlerat ushqyese që ka. Mjafton për 3 vet apo është për 3 vet? Shiko, e rëndësishme është që konsumohet nga ju. A mund të hatë? Po, por ne do ta provojmë në fund, pasi këtë mbaruar rubrika, çfarë të teproj. Ne jemi, e ke parasysh të një familje, kur vjen miku, dhe miku t'i jepet pjata më rëndësishme, ne të tjerët nëse teprojmë, marrim, nëse nuk teprojmë. Ju do të merrni këto që pret Redoni, këto anësorët, e kuptoj. Ne jemi si ata fëmijët e shtëpive tradicionale, që miku t'i jepesh krahërori i zogut, ndërsa po të ngelesh në një copë krahu, do të ndahesh të gjitha e tavolina e fëmijëve. Atër ne të kraharorit po presim. Jo, mos bëni shaka, vazhdoni seriozisht. Do jetë një recet që është goxha e shijshme, në fakt. I konsumon krudot e viçit, për shembull? Po. Nuk është se shquhem shumë për, domethënë, mish ngrënës, themi kështu, por megjithatë këto gjërat pikante i dua. Domethënë, i dua shumë. Kështu që nuk jam kundra që t'i provoj sot. Në rregull. Raporti me kuzhinën, ta nisim pak këtu, si është? Je përpjekur ndonjëherë të gatuash? Përpjekjet e mia kanë qenë kolosale në këtë drejtim, pavarësisht se si përfundim kam arritur vetëm që të skuq në një vezë. Kjo ka qenë gjella kryesore cilën kam mundur ta bëj në jetë, pasi nuk kam qenë i suksesshëm në kuzhinë. Domethënë, ndoshta edhe pak natyra, edhe angazhimet nuk më kanë lënë shumë që të eksperimentoj. Edhe vezën kam filluar ta bëj tamam në momentet kur kam qenë vetëm jashtë vendit, në fillimet e viteve 90, po e kujtoj si eksperiencë që kam qenë në radion internacionale të Zvicrës, si ikur nga Radio Tirana në atë kohë, dhe isha 3 muaj që isha vetëm, nuk kisha që bëja, do detyrosha të gatuaj, se kishim një garsonjere, kështu në kishin sistemuar, ishim disa gazetarë të Europës Juglindore, dhe aty fillova të tentoj të gatuaj. Tentova makaronat, po pa sukses. Nga halli do. Po, nga halli, pastaj kështu që mbeta tek vezët, vetëm mbeta tek vezët, dhe vezët edhe sot e kësaj dite i skuq me sukses. Kam një përshtypje që ka të bëj pak edhe egoja, ndoshta nuk je përpjekur asnjëherë që të pyesësh dikë tjetër nëse po bën një gabim të ndihmoj. Je përpjekur vetë ti bësh dhe s'ke arritur ti bësh siç duhet, i ke lënë fare. Po. Shikoj, jeta jonë ka qenë e mbushur me pyetje gjithsej kohë, kështu që nuk kam dashur ta rëndoj edhe me pyetje të tjera në sferën e gatimit. Kështu që është më komode ndonjëherë të shijosh gatimin e mjeshtrave sesa ta tentosh vetë dhe ta katranosësh. Me vërtet. Kështu që të mbetem nga ajo veza dhe është shumë mirë. Dhe në gjithë scenarin e vezës mund t'ju them se edhe e zgjej, domethënë arri edhe ta zgjej përveç se të skuq. Në fakt mendojnë shumë njerëz me që të fjala këtu që veza e zjerë është më e thjeshta, por ka disa sekrete dhe ajo që të arrihet të bëhet siç duhet, dhe që mos të çahet e këto. Edhe unë së fundi kam mësuar, dhe gjithmonë më çaj veza kur e zjerja. Kush është sekreti sipas teje, Antonet, që veza çahet apo nuk çahet? Unë personalisht e nis me ujë të ftohtë, domethënë i vendos vezën në ujë të ftohtë, me temperaturë jo të lartë dhe mundësisht i shtoj krip që të forcohet pjesa e lëkurës edhe mos të çahet. Më lejo ti them Antonetës që është Jo, nuk e gabim, po. Është shumë gabim, por domethënë se sot ka pjesa më e mirë themun është që kanë ndërtuar sa aparatura enka që i vendos aty dhe i bën vetë ajo. Tradicionale te kjo pjesë. Disi është puna e këtyre aparaturave, kemi marrë në familje disa aparatura të ndryshme dhe shumica prej tyre kanë ngelur në dollap, kanë ngelur të pa. Fillojmë i përdor nga entuziazmi në fillim 1-2 herë, pastaj kështu që vendosëm këtë mos ta shtonim tek aparaturat që ngelin në dollap. Puna juaj. Dhe përdorim mënyra tradicionale. Shef Redoni, po
Çfarë bën? Po bëjmë pjesën e carpaccios, po e rrafim që kjo të marrë komplet formën e pjatës, edhe për pjesën e dekorit, por edhe të jetë sa më e hollë. Në rregull. Më pas do t'i bëjmë edhe marinimin. Do ta bëjmë një herë si flet, jetë në formën e fletës. Sa është edhe kjo? Sa më e hollë. Edhe më pas do ta shtrojmë në pjatë. Në rregull. Pas do t'i bëhet marinimi. Kjo është letër kuzhine që përdoret Letër furre. letër furre, po. Dhe është një formë shumë e mirë që edhe mishi mos të shpërndahet. Jo, nuk shpërndahet, ruan edhe merr formën e saj. Po. Shumë mirë. Shumica e zotrinjve pjesën e mishit përpiqen ta bëjnë vetë, mishit dhe peshkut. Për këtë pjesë, për pjesën e përgatitjes, ndoshta se për pjesën e pjekjes. Apo Tani, e para njërë nuk t'inkurajoj fare për faktin që do të largosh nga veza. Nuk ka lidhje, nuk duhet as pjekja e mishit nuk është një sektor që të pëlqen më mirë. Jo, shumë mund t'jem tek në një pjekje të këtyre produkteve të mishit, domethënë salçiçeve, sallamrave, këto gjërat e tjera. Që edhe po su skuqen ose po që mirë. Janë brenda, po kurse mishin nuk e besoj. Shiko me sa dashuri e godet shef Redoni mishin, nuk do të kisha i durim. E vërtet. Kjo tregon ndoshta edhe atë që edhe shef Redoni e do shumë atë që po gatuan, sepse kush të rreth të do. Unë nuk e kam zemrën që ta rra shumë mishin. Po për pjesën e pijeve, do të kalojmë pak edhe këtu. Cila është pija e preferuar, vera apo ndonjë alkool tjetër? Vera është pjesa ime e preferuar, pija e preferuar. Natyrisht në të raste me mishin vera e kuqe, po edhe vera e bardhë me produktet e peshkut është shumë interesant. Sidomos me frutat e detit. Është, domethënë nga pijet mund të them vera, por ndonjëherë në dimër edhe si ky këtyre ditëve, domethënë duhet pak edhe rakia. Pak, nuk është se e teproj me pijen, por do të që ndonjëherë ta ka ënda që të ngrohi edhe nga brenda kjo rakia. Po thua esull me kafe? Jo, unë domethënë rakin nuk e pi dot aq sa mundet merret një teke raki, një kështu pa pasur diçka për të ngrënë përpara. Kështu që nuk është se jam ashtu, jo me kafen, kur ulem ndonjëherë në tavolinë në rrallë, por që patjetër do të kem diçka për të ngrënë përpara. Që mund të ishin edhe këto salçiçet, ajo që po bën shef Redoni, domethënë, kështu që mendoj që ta marr me vete. Në rregull, atëherë, meqense vetë nuk jeni sektorit të kuzhinës, cili është personi që gatuan më mirë, që ka gatuar më mirë për ju? Kur bëj këtë pyetje nuk e kam fjalën për shefat e kuzhinës, por për njerëzit tuaj të afërt. Për të mos thënë që kuzhinierët nëpër lokale nuk po i zëm, domethënë padyshim dikur mamaja, tani gruaja që gatuan shumë mirë. Dhe ka ndonjë recetë që i pëlqeni shumë që vlerësoni? Shiko, i vjen dorësh ndoshta krahina nga e cila është origjina e saj është pakës më e dhënë, ko përmetaret janë çik brenda kësaj historisë gatimit, janë shumë mirë. Domethënë i bën që tek këto rrafjet e deri tek këto llazanjat e gjërat e tjera, domethënë i vjen dorësh nga këto historirat. Por në këtë moment unë mbaj me vete gjithmonë këshillat e saj që mos e teproj me ushqimin, sepse këshillat e mosha bën vetën, kështu që me që Eva është dhe mika dhe kolegja ime, është mirë ta vendosi aty me titra që ky emision ndalohet shihet nga gruaja e Gencë, kështu që mos më që kemi ardhur të ham diçka. Do ta bllokojmë në YouTube. Po. Na tregoj emailin. Kryesat janë një moment që mbledhin jo vetëm familjen, po edhe rrethin shoqëror, ndonjëherë dhe rrethin pse jo të bashkëpunëtorëve. Si të gjejnë më shumë tryezat? Duke folur për çështje pune, për çështje sociale apo për çështje personale, familjare? Është më shumë ajo e çështjeve sociale përgjithsisht nëpër tavolina, sepse realisht nuk është se janë të shpeshta kohët e fundit, sidomos sepse nuk edhe koha vrapon, nuk kemi shumë kohë për të qenë nëpër tryeza të bollshme, themi shumë me njerëz. Por tryezat zakonisht, sidomos kohët e fundit kanë qenë familjare dhe diskutimet janë sociale, pasi temat e familjes janë të përditshme edhe jashtë tryezave. Kështu që diskutohen ato që na prekin gjatë ditëve ku jemi, domethënë, dhe natyrisht me pak verë shtyhen dhe më mirë. Kështu që mund të harrojnë ndonjëherë problem. Dhe në fakt temat janë me luati jo shumë të mëdha, se kur janë çështje pastaj të pune, për shembull ndonjëherë lartësohen tonalitetet ose... Më falë, ti them shef Redoni mos e tepro me kripën, se më ka thënë edhe mjeku që mos e shu. Me qënë është i ime, besoj, apo është piper? Është piper. Okej, në rregull, piper vazhdo.
Te kripa e kam si Po që mirë problemi. bëre Se ti jemi që jemi, ti bëjmë gjëra tamam. Ja, ka qenë koha e kripës ajo Kush është ushqimi jot i preferuar në flasim për në shtëpi, që e kërkon shpesh herë. Kur të pyesin çfarë do bëj për drek, çfarë thua? E di çfarë do t'ju them diçka që duket një çik kështu si rrëfim edhe për të qeshur, po domethënë ushqimi im preferuar është fasulja. Edhe e kam pasur Ndër preferuarit të shqiptarëve. Dhe mund t'ju them një detaj se duke qenë tek ushqimet shumë preferuar të mia, më pyeti kolege ime Eva e ka hershme para rreth 10 ditësh që pasi më ftoi për këtë emision, edhe më thanë, do na thuash të gjë në preferuar dhe fasulja, qeshi, dhe mendova se vërtet sot kishte pasur fasulja, por nuk është kështu. Fasulja, do t'ju them, të zbulimet e fundit, kam qenë një udhëtim shumë interesant duke shkuar për në Kroaci me shërbim, domethënë para disa kohësh, dhe kam provuar në një rrip toke që çan Kroacin, një rrip toke i Bosnjës që hyn fare pak është një qytet e vogël Neumi. Tashin është më njohuar se kroatët kanë ndërtuar një ur që e kalojnë fare Bosnjën, po ti hyje në Bosnjë, në Neum, dhe pastaj hyje prapë në Kroaci. Do nga Kroacia hyn në Bosnjë, pastaj hyn prapë në Kroaci. Do është një rrip toke që kishin lënë Bosnjës. Aty ishte një lokal ku për herë të parë para disa vitesh kur bëhej një reportazh për arbreshët e Zarës në Kroaci apo Zadarit që transmetohet shumë kohë këtu, kam ngrënë një fasule interesante, ai që na shoqëronte na i sugjeroi me suxhuk. Fasule me suxhuk dhe jepte një aromë suxhuku shumë interesante. Dhe unë e kam kërkuar, e kam kërkuar që atëherë, po bëhet fjalë para 10 vjetësh, unë nuk e kisha ndeshur ndonjëherë, dhe kërkova suxhuk, çuditën, do provosh një lloj fasule me suxhuk. Pse kisha parë ndonjëherë dhe masollën, dhe e mbaj mend atë drek në Neum, qyteza e vogël që në udhëtimin e fundit që kam pasur andaj prapë për tek arbreshët e Zarës, ishte më njohuar, nuk kaloje më në Neum dhe ke fasulet me suxhuk. Më kam mbetur në mendje dhe kam tentuar pas herë tjera. Ke tentuar ta realizosh vetë? Ti thua bashkëshorte Po, bashkëshortja ma ka realizuar dhe jo për gjë, po në Kosovë për shembull ka suxhuk shumë të mirë. Po, edhe në udhëtimin e fundit që kam pasur në Kosovë, kam marrë suxhuk për këtë arsye, dhe ta bashkëshortja mos e ha, se e di që unë jam partizan i këtyre ushqimeve. Pak të qia, jo shumë këshillueshme. Mos e ha që vetëm ta gatuaj me fasule, po e bëri herën e parë dhe kur e kërkoi për herën e dytë ishte mbaruar. Gjeti, thash fasulet e kanë përqyer. Nuk kam udhëtim për në Kosovë. Kështu që eksperimentoj dhe më pëlqen shumë. Por përpara se ta provoja këtë lloj variantit fasuleve, domethënë ishim tek ajo pjata tradicionale, jo me mish, nuk kam qenë partizani i fasuleve me mish, me pastërma ndoshta, edhe ishte një nga gjërat që më shijonte më shumë, por kjo do të thotë se ishte vetëm fasulja, domethënë pastaj edhe këto kam qenë edhe tek brumrat, pastaj edhe tek byreku, po me qumësht, me djathë edhe me mish, po me vezë, edhe me mish. Pastaj edhe tek këto të tjera të lasagna që përmenda, edhe deri tek këto risottot me fruta deti, këto produktet e tjera që janë një nga gjërat që më shijonin më shumë. Në rregull, le të jetim një sy pak procesit të gatimit, ku jemi shef Redoni? Atëherë, po, ne përfunduam me pjesën e rrafjes së mishit. Po ta shikojmë, është bërë, ka marrë formë të një trajshme dhe holl. Po ashtu i kemi dhënë edhe formën e rrumullat më shumë për pjesën e dekorit. Nga bërë dhe elegant. Edhe elegant që nga bërë. Ke vendosur dhe rukola aty tek mishi? Vendosa rukola dhe po tash se do e kthejmë në krahun tjetër, ajo është bashkuar me mishin edhe është bërë si të themi një tatuazh në mish. Interesante. Për syrin, po edhe shije. Në fakt, kjo është një recet që përfundohet shpejt, nuk ka... Procesi që kësaj i merr më shumë kohë, Antonet, është vetëm pjesa që ne do ta kalojmë në ngrirje para se ta përgatisim. Mund ta fusim një ditë më përpara, e heqim edhe e lëm që ajo të shkrihet 100%, të jetë akoma e fortë, por e butë. Domethënë të jetë e shkrirë, por jo që të lëshoj gjakrat apo... Në rregull, tani, pasi është përfunduar heqja nga letra, çfarë do të bëhet? Do të bëjmë atë pjesën e marinimit. Se ke hedhur vetëm piper që parë? Edhe krip i hodha, po. Edhe krip. Pastaj pa krip nuk hahet. Tash kripa bën pjekje në këto raste. Ky është piper.
shumë pa krip. Triqa veshin në fund në qoftë se nuk e ka bërë me krip sa ç'duhet. Pasi ta konsumojmë, pasi ta konsumojmë. Pasi ta provosh, se si dihet, pasi ta po e lam, po unë me veshin. E ke ndarë një pjesë kryesore. Sido sa do krip. E thashën atë titrën do vendoset atje poshtë, mos shihet nga bashkëshortja si emision. Edhe çdo person tjetër që mund ta spionon. Po normalisht. Shtua dhe vaj u lirit. Apo jo, shef Redoni? Unë jo dha vajnë e ullirit, do t'i shtojmë edhe pjesën e agrumeve pak më mbrapa, por si fillim në shtëpi që jemi, do t'i presim miqt ashtu si I ka hije. Me një gotë verë të kuqe. Nuk e di nëse ke provuar ndonjëherë verën e kantinës Shehi. Kam dëgjuar, nuk është se kam konsumuar, po e kam dëgjuar që është një nga kantinat që prodhon një verë shumë të mirë. Sot do e kuptosh sepse e thon këtë gjë. Prandaj kam ardhur. Të bëft mirë, mirë se na erdhe. Faleminderit të gëzuar, edhe ju lutem që nduart në këtë që po gatuar. Faleminderit. Ndërkohë, shef Redoni, Marrim edhe pjatën. Marrim për pjesën e servirjes. Do të realizohet servirja, e ndërkohë që shef Redoni bën pjesën e servirjes, do doja të merrja pak minuta për të falenderuar disa nga bashkëpunëtorët tanë. Një prej tyre është Bolt CPK, I cili ka realizuar këtë ambient kuzhine kaq të bukur e njëkohësisht kaq praktik dhe funksional. Ju sugjerojmë që të hidhni një sy pasi ka ambiente të ndryshme. Ne zgjodhëm të realizonim kuzhinën, por mund të gjeni atje edhe ambiente për zyra, për Më ndihmosh shef Redoni? Po, është për arredimin e zyrave, restoranteve, bareve, studiove, kuzhina patjetër, shtëpiave, është lider në fushën e vet. E vërtet. Ndërkohë, Antonet, unë dua të falenderoj edhe Depo Magazin, me që jemi edhe tek Bolti, janë afër me njëra tjetrën, shkojmë te Bolti, arredojmë shtëpinë, ashtu marrim edhe disa pajisje për kuzhinën. Depo Magazin është lider në fushën e vet për aksesorët që I duhen jo vetëm kuzhinave të shtëpisë, por edhe të restoranteve, me produkte nga më të mirat edhe moderne të kohëve të fundit, tigan që nuk ngjisin, pjata që e bëjnë bukur vet gatimin dhe shumë gjëra të tjera. Ju ato përdorni në kuzhinën? Ne përdorim tek Depo, produktet e Depos, kjo është një nga pjatat e Depos. Një pjatë fantastike, por... Do të shkojmë një ditë të bëjmë pazar edhe për intime, se të ndruar pas here. Është gjuna mos keq. Antonet, nëse I merr gjërat tek Depo, harron ti ndrosh ato të shtëpisë pastaj. Do duhet një kohë shumë e gjatë vetëm të thuash lërë se u mërzita. Kanë cilësinë, as nuk thyen, por ashtu edhe pas shumë larjeve të tiganëve nuk... Po thoja që të ndroj këto që janë, shef Redoni, të merrja disa të reja që t'ishin edhe më estetike, por edhe shumë të forta e funksionale. E ndërkohë është përfunduar, do t'i shtosh diçka, do shtosh perime? Unë ndërkohë dua të shtoj edhe një falenderim tjetër për supermarketin In Italia, një nga supermarketet më të mëdhaja për furnizimin jo vetëm të shtëpive, por edhe të restoranteve, me produktet nga më të mirat italiane. Është supermarketi që sjell 100% produkt italian dhe cilësor. Me maturim produkti, gjë që bën të cilën të thjesht jo vetëm atë personin e shtëpisë, por edhe shumë shefat kuzhinës. Mishrat që janë të stazhonuar apo të ruajtur në mënyrën e duhur, por jo vetëm, edhe çdo produkt tjetër që I nevojitet jo vetëm kuzhinave të shtëpisë, pra cilësi, por edhe në restorante. Këto janë gjërat e vogla që bëjnë ato diferencën e madhe. Atje ka cilësi dhe gamë produktesh. Është e vërtetë? Kështu që tani është momenti të Do bëjmë edhe pjesën e marinimit, Antonet, unë do t'i heq pak, do t'i largoj nga tryeza. Po, që të kemi Dhe të bëjmë vetëm gjërat që na nevojiten. Edhe njerë, duen përbërëse që duen shtuar? Tani është marinimi, unë thash, vetëm pak limon do I bëjmë tani dhe pjesën e dekorit. Shoqërusja më e mirë e kësaj është rukola, ose themi miksi I gjetheve, por që ka edhe ajo rukol brenda, për të shoqëruar pjatën. Ndërkohë që po vazhdon shef Redoni, një pyetje. Viti më I mirë për karrierën tuaj, që jeni ndjerë më I plotësuar, më rehat? Tani jem bërë shumë vite në karrierë dhe nuk e di domethënë.
ta veçosh ose ndoshta një periudhë të caktuar? Shiko, periudha konsolidimi është fillimi i punës atëherë në televizion nga radio. Unë kam nisur karrierën në radio, kam punuar gati një 10 vjeçar në Radio Tirana, dhe kam ardhur në radio pikërisht në periudhën e ndryshimeve të sistemit, ndryshimeve që kaluam nga në 90-ën, dhe në atë periudhë kemi ardhur në radio, ishim një brez i ri gazetarësh, me Evën që është në emision, shef e autori e emisionit, me Enkela Dorace, ka qenë Alma Sule, Eugen Beçi, Aldon Lipe, ka qenë një grup i mirë krijues, Armin Shkurti, Iris Luarasi, kemi qenë në atë periudhë, dhe ndoshta ishte edhe fati ynë që përveç dëshirës dhe futjes në media ishte edhe momenti i dur, domethënë ishte koha e dur, edhe ajo ishte një periudhë me shumë kujtime të mira. Pastaj si konsolidim si gazetar, them, e kam arritur në momentin që kam kaluar në televizion. Periudha e kalimit në televizion ku ti plotësohesh me dyja gjërat. Sepse radio është një shkollë e madhe dhe po të vëshërej ata që kanë nisur karrierën radio televizive në radio kanë formojnë një bagazh edhe një vokabular, por edhe një bagazh shumë të mirë kur dalin në ekran, sepse është një shkollë e madhe. Dhe në momentin që ti pastaj provon veten edhe në ekran, them që ajo periudhë ka qenë, flas për fillimin e viteve 2000. Dhe pastaj situata ka ardhur duke të normalizohet, të bëhet pjesë. Kështu dhe një vit më të vështirë që ke pasur momente të vështira, ndoshta e ndikuar nga faktor të jashtëm, faktor familjar. Jo, vitet vështira, unë do ta lidhi çik me periudhën që kaloi i gjithë ky popull, domethënë Shqipëria, 97-ën e kam përjetuar në këtë godinë. Edhe pastaj 98-ën, ajo periudhë ka qenë çik që nuk dihej ç'do bëhej, domethënë dukej sikur ndonjëherë, megjithëse ne ishim të vetmit që vinim atëherë në punë, në televizionin shqiptar vazhdonte transmetimet, pavarësisht se 1-2 ditë nuk pati emisioni, një autoblind rinte para godinës së radios, s'kishte shumë pak njerëz, po ne vinim, domethënë ishim edhe me dëshirë me trinj, po prap ishte ideja se ç'do bëhet, kishte njerëz që gazetarë që edhe hikën atë periudhë, domethënë me iket e u larguan nga vendi. Pati ndonjë incident, meqense ju ishte ekspozuar Jo në një incident të themi, domethënë që mund të na kushtonte ne, por ne kemi parë situata të jashtëzakonshme këtu, domethënë. Pastaj mos them ndonjëherë është një çike trishtueshme që ti në godinën tënde për shembull shikon edhe sniper apo gjëra të tilla, sepse kjo ishte një godinë e rëndësisë veçantë në atë periudhë, ka qenë ëndër tysh në radio televizion dhe të gjitha palët gjithmonë synonin të pushtonin në radio televizion, nuk e di, sikur ishte këtu pushteti, në çdo moment dukej sikur këtu ishte një armik i po mirë, okay. Po jo deri aty. Kishte rezistuar. Kështu që ato kanë qenë momente të vështira, domethënë. Kujtoj nga historitë që janë treguar në familje, për shembull, ka pas familje që u ka ardhur plumbi në shtëpi. Një familjar imi ka shpëtuar për pak. Shiko, t'ju tregoj një detaj se unë përveç se gazetaristë të këtillë jam marrë që edhe me skenare. Domethënë kam shkruar disa skenare për festivalet e këngës, për koncertet e mëdha të vitit të ri, për koncertet e pranverës, shtektimit e pranverës. 97 nga qenë festivali i pranverës që ne në mungesë të një skene ku mund të bëhej, 2 ditë më vonë bëheshin zgjedhjet, nuk kishte shtet, ti mund shkoje deri në Lushnjë, më thuti nuk shkoje. Vendosëm me Zhani Cikon, me Alqi Boshnjakun e ndjer, që ishte stafi i vogël, vendosëm që ta bëjmë me videoklipe. Ka qenë një festival që u bë me klipe, festivali pranverës, ku këndoi Mira Konçi Ninë Ullën e Nënës, fitoi Dashnor Diko me letra si Banania, kënga që është, domethënë ai festival ka qenë dhe mbaj mend që ka qenë hera e parë që kolega jon Sako Ygerta, që për momentin nuk gjendet brenda televizionit, ka dalë si speakere, unë kam qenë skenarist i atij festivali, dhe në momentin kur ne ishim duke xhiruar në Marikaj, për shkak ka ardhur plumbi, një plumb nga ata që quhet rëndom qor, po që mund bënte hatan, kupton se mund të ishte shihet, i ka rënë poshtë tek këtë këmbë duke prezantuar. Po ka qenë një fat. Këtej Kristen e bënim koncert, ose këtu u vran njerëz nga afër Pallatit të Kongreseve për shkak të një kryengritje ose themi një proteste të mbretërorëve në atë periudhë që pretendonin se kishin fituar zgjedhjet. Ne vazhdonim punonin, kjo ishte e tmerrshme, këtu dëgjoheshin krisma gjëra dhe këtu vazhdoi punoj dhe ishim gjithmonë me dilemën që do të vazhdoj. Patjetër, ajo është e shpjegueshme, por që ka qenë kohë dhe vit pak si mbrapsht kur i kujton sot
që ti për të xhiruar disa klipe që janë kënduar në atë kohë, është marrë leje ndoshta edhe te fortët e zonës që kontrollonin një zonë për të xhiruar, kupton, diku, nuk po them emra se janë raste me emra konkret. Mos riskuar edhe jetën. Po, kështu që ai ndoshta ka qenë një vit shumë i vështirë ku gjithçka ishte pezull dhe mendoj si do të vazhdohet. I vështirë, po me shumë histori. Natyrisht. Ndërkohë, shef Redoni pothuajse ka përfunduar. Ka shtuar karot, selino. To janë për shije, siç e tha Antoneta. Tani kur e mbaron? Shef Redoni na thuaj, në momentin që ti mbaron që të fillojmë ne. Mos e shoh. Do të vi pjata aty. Antoneta ndërkohë do të bëjë edhe shtrimin e pjatës. Momenti tani final. Po. Mirë rëndësishëm. I kësaj hapësire. Për fat keq edhe me praninë e medias. Kjo është era jote e parë në një emision gatimi? Po. Sepse ju thash, më kanë këshilluar që të mos hashëm. Shiko, do bëjmë diçka. Eksperienca jote në radio është shumë e madhe. Ke drejtuar dhe emisione atje të ndryshme. Mund të bëjmë diçka për shkak në qoftë se do të ishim në radio tani dhe të duhet të shpjegosh çfarë po sheh, po që ta sillje sa më të ndjeshme për miq që do të ndiqni në radio. Tash nuk do të bëj koment futbolli sepse një koment të shkurtër që tani është momenti për të shpjeguar çfarë shef Redoni ka përgatitur. Me zërin tuaj që është shumë i bukur, apo nuk mund të vinë në asnjë formë. Si do ta sillni ju me 3 fjali që të kuptohej nga dëgjuesit e radios. Po ja, shef Redoni është duke bërë mrekullinë e radhës, për shembull ngrirja e djathit Kaçkavall ishte në një art të jashtëzakonshëm dhe tashmë përpara nesh është një pjatë që në ëndra mund të shikohet, diçka e gdhendur, edhe pastaj me si një piktor i bukur që me një penel ushqyes ka të jep përpara një panoramë të jashtëzakonshme që ti mezi pret ta shijosh me sy. Faleminderit. E ndërkohë është momenti final që ta degustoni. Edhe siç thash pak më parë, mund të thoni kritikat në mënyrë të lirshme. Unë po e provoj fare pak se edhe prania juaj këtu nuk është shumë, nuk krijon shumë komoditet. Besoj se është halli i pranisë tonë, po. Jo, do të provoj vetëm pak për të shijuar. Besoj se janë duke të ndjekur. Mbasi Antoneta të bëjë ndërhyrjen për pjesën e tjetër. Unë do më lejoni që të vazhdoj, besoj. Patjetër. Ti të bëj mirë. Me kënaqësi do të kryesoj dëshirën, po patjetër. Edhe feedbackun. Ne japësh komentin tënd. Ja, po e provoj. Bashkë me shef Redonin e sy e vesh. Marr. Po mund ta shoqërosh edhe pak me sallatën, është një gjë që këtu jam pak mosbesues te sallatat, po detyron. Nuk i ha këtu. Nuk i ha sa. Po të shikon bashkëshortja, duhet hash sallat. Si pas këshillave, po. Shumë mirë. Do t'ju them me një batutë një filmit njohur shqiptar. I zgjedhin komisarët. I zgjedhin kuzhinierët. Redoni pas ka duar të harta. Ju bëft mirë. Redon do më japësh numrin e telefonit që mos shkojnë për lokale të tjera kot, të rezervoj atje ku je ti gjithmonë edhe po vi po ha aty. Do të shkojmë. Falenderoj. Atëherë unë do të bëj edhe një pyetje siç e kemi me çdo të ftuar. Nëse gjithë karriera jote me gjithë ato vuajtjet dhe gëzimet apo vështirësitë që ka pasur, do të kishte emrin e një pjate. E karakterizon karrierën tënde të gjithë. Nëse do të vinte me një recetë. Si do ishte emri i asaj pjate? Pjata e karrierës tënde. Nuk di ta gjej tamam, po do ishte një pjatë mikse, ose po të flisim me gjuhën e pizza do ishte 4 stinët, po mund të 4 stinët. Mund të lëm të 4 stinët. Se gatuan Redoni edhe 4 stinët? Jo. Po i bëjmë edhe ato, patjetër. Ma di do na bësh në një ditë picë, se pica është një recetë që edhe shpërndahet. Pile, me që jemi këtu mund ta çojmë edhe kapriçoze. Ne kam shumë produkte se tani do ta ndash mendje. Jo, kapriçoze. Kapriçoze. A e di të quhet pizza capricciosa, pse ka marrë emrin capricciosa? Është në bazë të emrit është shumë capriccio, nuk pranon çdo lloj produkti.
Dhe një nga kryesorët që e kam hasur dhe e shikoj që pica capricciosa nuk ka të kryesore në shkarqofi. Okej. Kjo është ajo elementi bazik kësaj pice. Në rregull. Pra, vendose që ti lësh një picë, jemi disë capricciosa dhe 4 stinët? Jo, them capricciosa, ta mbyllim, mos e zgjasim. Faleminderit, ishte një kënaqësi të të kishim në rubrikën e gastronomisë. Urojmë që në vazhdim vitet e punës të jenë edhe më të bukura, edhe fiks siç ju i kërkoni. Ndërkohë faleminderit ty shef Redoni. Ju falenderoj, ndërkohë momenti është për të kaluar në studio. Linja për Ivan.